Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, paqja mëshira Allahut qoftë mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekur, ndjekin dhe do të vazhdojnë ta ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Të dashur besimtar, të dashur agjërues, patyshim se jemi në një moment ku kemi ndjenja të përzira çdo njeri prej neve. Kena një farlloj mërzie se po largohet Ramazani, po na largohet namazi i teravis, po na largohet agjërimi obligativ, po në anë tjetër po ndjejmë gëzim për ardhjen e Bajramit. Dhe në këto ndjenja të cilat ne po i përjetojmë si besimtar, nuk është e çuditshme. Është mërzia e largimit nga një sezon i veçantë të cilën na ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo ndjenjë e largimit vrehet dukshëm. Dhe kena në anën tjetër gëzimin për ardhjen e një feste të veçantë për besimtarët dhe një ditë ku merret shpërblimi. Po na ikën gëzimi i syfyrit dhe i iftarit dhe i teravis, po na afrohet gëzimi i shpërblimit, i përshëndetjes, i vizitës së njëri tjetrit. Të nderuar vëllezër, kjo ndjenjë të cilën po e ndjejmë, duhet t'ja shoqërojmë edhe një llogaritje të shkurtë. Ju kujtohet në fillim ligjëratat, hoxhallarët e kanë pas një fokus. Çdo herë kanë thënë la'allakum tattaqun, o besimtar, o musliman. Allah subhanahu wa taala ju ka bërë juve agjërimin obligativ që ju mu bë më të mirë. Që ju mu bë më të mirë. Dhe keni dëgjuar në çdo xhami dhe nga çdo host ndoshta, sepse ky ka qenë edhe qëllimi i ardhjes të këtij muaji. Adhurimet në veten e tyre bartin shpërblime, po, por nuk kanë ardhur vetëm për të na dhuruar shpërblimet. Adhurimet vinë për të na ngritur neve si njerëz. Adhurimet vinë për të na përmirësuar neve si njerëz. Adhurimet vinë për ta ngritur nivelin ton shpirtëror, që para një adhurimi që si jemi me poshtë, përjetojmë adhurimin, e ndjejmë adhurimin, kalojmë në për këtë adhurim dhe pasaj jemi ngritur një shkallë më lartë. Dhe kjo ndodh në çdo sferë të jetës tonë. Shikoni, nëse këtu për shembull në Ulqin kemi sezonin e verës. Dhe njerëzit mundohen, përgatiten që të punojnë për verës. Dhe nga kjo dëshirojnë që të marrin përfitime. Por nuk është qëllimi vetëm përfitimi, është qëllimi zhvillimi i tyre, ngritja e tyre, që me këto të holla të ndihmojnë fëmijët e tyre për shembull në shkollim, me këtë ta zgjerojnë shtëpinë e tyre, ta përmirësojnë jetën e tyre. Pra, jo vetëm ti marr paret, jo vetëm ti marr sevapet. Qëllimi është të ngritet niveli im, edhe për këtë ka ardhur edhe agjërimi. Andaj, ne si besimtar, në këtë kohë, në këtë fund të këtij muaji, duhet të ndalim edhe ta pyesim veten tonë. T'ja bëjmë një llogari të shkurtër, si thot Omeri radiallahu anhu, o ju besimtar, llogaritni veten tuaj para se të dilni para Allahut dhe Allah subhanahu wa taala t'ju merr juve në llogari. Andaj ne e llogarisim veten tonë në këto momente dhe e pyesim, a thu vallë, e arritëm ne qëllimin e agjërimit tonë? A thua vallë, ka ndryshuar diçka ke une? A jam bo pak më mirë apo nuk jam bo? A jam ai që kam qenë para Ramazanit apo ka një ndryshim tek unë, ka një zhvillim tek unë? Sepse Allahu subhanahu wa taala, vëllezër, atyre të cilët përfitojnë nga adhurimet, japin mund në këto adhurime, Allahu ja ngrit nivelin e tyre. Jo vetëm kaq, po Allahu subhanahu wa taala thot, ato të cilët qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ata të cilët thojnë Zoti jonë është Allahu, pastaj qëndrojnë në këtë rrugë. Dhe do të ndalemi pak te kjo fjalë, sepse Hasan al-Basri u thot, njerëzit të cilët thojnë besuam Allahun janë shumë. Por njerëzit të cilët qëndrojnë në këtë që thojnë,
qëndrojnë në këtë rrugë, ashtu si që dëshmon apo si që kërkon dëshmia e tyre kur kanë thënë e besuam Allahun, janë pak. Kalon Ramazani, tek disa njerëz shef një lloj ndryshimi. Ne nuk kërkojmë të jemi të qartë. Allah subhanahu wa taala nuk kërkon nga ne që në gjithë vitit të jemi si në Ramazan. Por kërkohet nga ne që të jemi më të mirë se sa që ishim para Ramazanit. Pra çdo Ramazan vjen që të na ngrit neve. Pra në këtë muaj ishim në një trajnim të fortë. Pas këtij na duhet që të ngritemi në një nivel më lartë. Në një nivel më lartë që shpresojmë ta kena fitu me të qëllimin pse Allah subhanahu wa taala na ka dërguar këtë adhurim. Vëllezër të nderuar. 30 ditë apo 29 ditë namaz në xhami, recate të gjata, lexim Kuranit i gjatë, qëndrim stabil nga plot besimtar, agjerim gjatë gjithë ditës, nxehtë, shi, ftoft, ka mundësi, ndihem mirë, nuk e kena shiku këtë çështje, apo? Dhe përfundon 30 ditë të Ramazanit, ndërsa ne ose do të shohim ndryshim dhe përmirësim tek ne, ose Allahu na ruaj do të jemi nga ata të cilët kanë dështu dhe s'kan përfitu nga Ramazani. Si vrehet kjo? Në Ramazan kena fal nafile, kena lexu Kur'an vullnetar. Pas Ramazanit e mbyllim Kur'anin dhe i thojna selamun aleikum deri në vitin tjetër. Shihemi në vitin tjetër. Kështu ja, vëllezër. Kështu ja. Po, nuk mund të lexosh sa ke lexuar në Ramazan, po jo ta mbyllësh. Se Kurani nuk është libër sezonal. Kurani është libër hudaun wa rahmatan, është udhëzim dhe është mëshirë për botra. Kurani nuk ka ardhur që vetëm të mbahet në Ramazan. Kurani ka ardhur që të realizohet me të qëllimi hinor, të jetohet një jetën tonë. Çdo ajet i Kuranit nuk është dedikuar vetëm Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, po na dedikohet çdo njerit prej neve. Andaj dhe kërkohet prej neve që të na shoqëron gjatë jetës tonë. Gjatë Ramazanit kena fal namaz. Kena fal namaz vullnetar. Kalon Ramazani, besimtari e dëgjon ezanin, nuk i përgjigjet farzit, jo namazit vullnetar. Subhanallah. A nuk është Allahu ai cili na ftoi në Ramazan që të falemi, është i njëjti Zot i cili po na fton edhe pas Ramazanit? A nuk është Allahu ai Zot i joni të cilën ne besuam gjatë Ramazanit, ju nënshtruam gjatë Ramazanit, kërkuam faljen dhe mëshirën e tij gjatë Ramazanit, kalon Ramazanin ndërsa ne e harrojmë atë. Dhe sikurse një zë i heshtur po thot, o Zot, përfundoi koha ime për ty. Allahu na ruaj. Nuk përfundon mëshira dhe përkujdesi i tij për neve, asnjëherë nuk përfundon koha jon për të, se është ai i cili na fali kohën, dhe ai i cili na fali shëndetin, dhe ai i cili na fali mirësitë. Vëllezër të nderuar, realizimi i qëllimit hyjnor, përmirësimi i njerëzimit, përmirësimi i shpirtit, ushqimi i shpirtit, kalon në për disa etapa të ndryshme, por njeriu asnjëherë mos mendon se une kërceva në Ramazan dhe pastaj une do të mban ky bagazh i Ramazanit mund do të mban deri në vitin tjetër, jo. Vazhdohet me punë. Dhe për këtë, e dini kur ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, u hutuan njerëzit. Shkon Ebu Bekri dhe i thot, men kana ya'budu Muhammeden, ai i cili e ka adhuru Muhamedin, Muhamedi ka vdek. Muhamedi ka vdek, ama ai i cili ka adhuru Allahun,
e adhuron Allahun. Allahu është i gjallë, nuk vdes. Po e përkthejmë për situatën tonë, po ja përshtatim rastit. Ai cili ka adhuru Ramazanin, Ramazani kaloi. Por ai cili adhuron Allahun, Allah është i gjallë, ai s'vdes kur, ai nuk kalon kur, ai nuk largohet kur. Dhe lidhja jonë me të, insha Allah, nuk do të ndërprehet kur. Dhe të ndëruar, motra të ndëruar, pas Ramazanit, të mos e ndërpresim tempon tonë në zero. Ja, nuk shkojmë në zero. Allah subhanahu wa taala kërkon prej neve besim dhe qëndrim në këtë rrugë. Si thash në ajetin më herët, alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, ato të cilët thanë Zoti jonë është Allahu, pastaj vazhdojnë të qëndrojnë në këtë rrugë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah i thot istaqim, qëndro, istaqim, fastaqim, vazhdo në këtë rrugë. Me njëherë vazhdo në këtë rrugë i qëndrueshëm. A për gëzimin e ajetin më herët, tatanazzalu alehimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Aty ne zbresin melekët në fund të jetës së tyre, por kur do të dalin para Allah subhanahu wa taala, mos u friksoni, mos u mërzitni, u abshiru dhe përgëzohuni me xhennetin, pra me shpërblimin e Allahut, të cilën ju është premtuar juve. Ju është premtuar atyre të cilët qëndrojnë në këtë rrugë. Andaj njerëzit në këtë rrugë, vëzër, nëse nuk janë të qëndrueshëm, Allah subhanahu wa taala e ka pru një shembull në Kur'an. Thotë, dhe mos u bëni kelleti naqadat ghazlaha. Mos u bëni sikur se ajo, e cila ka marrë më para me ato grepat, edhe e ka tjerat leshin, e ka rregullu. Ka qenë një grua në Mekë, e cila gjatë gjithë ditës ka punu me ato kapset e sajna, kur ka ardhur mbrëmje, ajo çka ka bë? E ka prishur komplet atë. Dhe ky shembull të cilën e bën Allah subhanahu wa taala, thotë mos u bëni sikur se ajo, e cila e ka prish komplet punën e saj që e ka bërë gjatë ditës, pas një lodhje të madhe të cilën ajo e ka përjetuar. Dhe na të mos bëhemi vëllezër dhe motra, sikur se ajo që gjatë Ramazanit, pas kësaj lodhje të madhe, në adhurim, në lutje, në agjerim dhe në qëllim për të ngritur tek Allahu subhanahu wa taala, në këtë afërsi të cilën e kena fillu dhe e kena arrit inshallah tek Allahu subhanahu wa taala, që pas Ramazanit ta hapim qesën dhe t'i lëmë mëkatet tona, gjinohet tona të na hajnë dhe të na shkatrojnë dhe të na e prishin atë të cilën e kena ndërtuar gjatë këtij muaji. Kërkohet për neve të ruajmë. Po, është e vërtet. Kena nevojë të marrim pisaj, është e vërtet. Nuk mund ta mbushim si në Ramazan, është e vërtet. Po kryesori është që ta ruajmë, sa të mundën a me shtun të shtojmë. Sa të kena nevojë marrim. Por jo ta hudhim. Jo ta asgjësojmë. Për atë çuditësh ndonjëherë kur shef gjithat mund të madh në Ramazan, ndërsa përfundon Ramazani dhe sikur se njeriu ja vendos çelësin veprave të mira dhe ja hap derën veprave të këqija. Dhe thot në veten e tij sheqersha kalojma, u lirume, unë follow aty në hoxhallarëve që i ka pas Ramazan, follow influencerave dhe influencerave. Pse? Zoti është me neve çdo herë, na shef, na shikon, kërkon prej neve. Jena në testim të vazhdueshëm. Andaj, qëndrimi në këtë rrugë është begati nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe thot Omeri radiallahu anhu, o besimtar, me qëndru në këtë rrugë kërkohet prej neve, me bë punë të mira dhe mu largu nga punë të këqija. E jo mu bo si dhelpna,
herë në djath, pastaj ndron rrugën herë në majt. Vjen Ramazani, mashallah në xhami. Kalon Ramazani, vesh në xhuma. La ilaha illallah. A nuk ndërtum diçka në Ramazan? Përveç që kena nejt pa bukë dhe pa uja, nuk arritëm me marrë diçka nga ky Ramazan, që me ngrit veten tonë, me forcu veten tonë, me knaq Zotin tonë, me pastru shpirtin tonë. Le të reflekton pra ky fitim të cilin e kena marrë. Le të dëshmon veten e tij pas Ramazanit. Turprohemi para Allahut subhanahu wa taala kur e dëgjojmë ezanin e të mos i përgjigjemi. Turprohemi për Zotit ton kur gjatë Ramazanit e kena lënë ujin, i kena lënë lëngjet. Turprohemi që ti qasemi dhe të afrohemi alkoholit, Allah subhanahu wa taala na ruaj. Andaj vëzër, të qëndrosh në këtë rrugë, normal gabojmë, jena njerëz, mos ta kupton dikur se tash ne po flasim për një njeri melek, jo, flasim për një njeri i cili gabon, por jo një njeri i cili në Ramazan esencë ka janë veprat e mira, ndërsa pas Ramazanit esencë të ka janë çka? Veprat e këqija. Jo. Flasim për një musliman i cili në esencë është njeri i mirë, por gabon. Por gabon rëshqet, ama pasi që rëshqet qohet, pasi lëndohet, shërohet, pasi të ndjen dhimbje, forcohet, e jo të qëndron i rëzuar, e jo të qëndron i dorëzuar, e jo të qëndron i plagosur dhe i shkatruar nga gjinahet dhe nga mëkatet. Jo vëllezër. Po gabojmë, edhe unë i gaboj, edhe ti gabon, edhe të gjithë njerëz jemi gabojmë. Po çka? Të mos devijojmë nga rruga e cila është duke na çuar tek Allahu subhanahu wa taala. Mos dalim prej rruge, po të karshit pak, je dëmtu pak, të shprish diçka pak. Tamam, veç mos dalim prej rruge. Allahu subhanahu wa taala thot, dhe ato të cilët bëjnë mirë, udhëzohen, janë këtë rrugë, bëjnë punë të mira, largohen nga e keqja, Allahu ja shton, Allahu ja ndihmon atij. Zadahum huda wa atahum taqwahum. Allahu ja shton udhëzimin, i ndihmon këtë rrugë dhe ja bën që zemrat e tyre të jenë zemrat e cilët kanë frikë, respekt dhe dashuri dhe janë komplet të nështruara ndaj Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, të mos e zgjas shumë, dua vetëm për fund të këshilloj veten dhe juve. Të jena falënderues për këtë mirësi që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Për mirësinë e Ramazanit. Por të jena falënderues po ashtu që Allahu subhanahu wa taala na mundsoi ta kuptojmë qëllimin e këtyre adhurimeve. Dhe të jetë ky kuptim rezultat i vazhdimësisë tonë në këtë rrugë. Deri në ditën kur ta takojmë Allahun subhanahu wa taala. Dhe këtë e arrisim me sinqeritet. Wallahi, pas sinqeritet nuk ka mundësi një njeri me arrit tek Allahu subhanahu wa taala siç kërkon Allahu dhe me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot ka njerëz të cilët shkurt do ta tregoj, të cilët bëjnë punë prej banorëve të xhenetit, derisa janë një krah afër tyre dhe afër hyrjes në xhenet, pra ndarjes nga kjo botë. Thot paraqitet libri, ajo që është e caktuar për ta, dhe dështojnë nga kjo rrugë. Janë çudit sahabët, si ka mundësi një njeri me bë mirë dhe me dështu në fund. Ka ardhur shpjegim në një transmetim tjetër. Thot, në atë bëjnë mirë në atë të cilën e shohin njerëzit. Pra, njerëzit i shohin se janë të bë mirë. Ama realisht vepra e tyre nuk është e sinqert, nuk është për Allahun. Ai ndihmon, ama se ka për Allahun. Njerëzve ju duket se shumë duke bë sevap. Ai shkon namaz, falet, ama nuk e ka për Allahun. Njerëzve ju duket se është të bë shumë mirë. Pastaj shfaqet realiteti i tyre, Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Pra sinqeriteti. Çdo vepër mbaret sipas qëllimit të cilën e ke. Allahu nuk pranon shoqërues. E dyta vëllezër,
lutjet shumëta. Lutjet shumëta. Në çdo namaz ihdina siratal mustaqim. O Zot, na udhëzon rrugën e drejtë. Çdo ditë, çdo namaz, në çdo recat lexojmë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej lutjeve më të shumta të cilat i bënte, ishte që Allah subhanahu wa taala si thotë Umu Seleme bënte në sejdë, o Zot, ma forco zemrën time në fen tënde. Mos ma le që zemra jeme të rrotullohet nga rruga e vërtetë. Sinqeritet, lutje se jena dobët, dhe e treta, të jemi të vendosur. Të jemi të vendosur. Unë du me fitu kënaqësinë Allah subhanahu wa taala. Po du me qëndru në këtë rrugë. Po nuk se marru në lojë këtë. Unë du që Allah, po për një me ndu që Allah subhanahu wa taala me qeni kënaqur me mua. E kjo për një me ndu sukses, për një me ndu arritje, për një me ndu të fitoj, kjo do më punë. Kjo nuk do ndërzim. Lusë Allah subhanahu wa taala që kjo Ramazan, siç na ka mundsu Allah subhanahu wa taala ta përjetojmë, tjetë edhe dëshmi për neve kur të dalim para Allah subhanahu wa taala. Allahut na i fal kusuret, Allahut na i fal gabimet, Allahut na i fal mangësitë, Allahut na i fal shkeljet të cilat kena bë. Nuk e hupim mëshirën, nuk e hupim shpresën në mëshirën Allah subhanahu wa taala. Nuk dëshpërohemi asnjëherë nga mëshira Allah subhanahu wa taala, por i marrim sebepet, mundohemi, tentojmë që të bëhemi më të mirë. Lusë Allah subhanahu wa taala që të mbrini edhe Ramazane tjera. Ju, familja juaj. Lusë Allah subhanahu wa taala që gëzimet çdo herë që shoqërojnë në familjet tuaja. Selamun aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.